Dhe më falni pak, shumë jo të nderuar politikarë. Kush do hyjë në histori më shumë? Kanye West apo Ivanka Trump? Ata do hyjnë në histori më shumë se sa qytetërimet që ju i punoni me beton. Që do të shkrijë Bashkinë e Divjakës. Le ta marrë vesh edhe i presidenti Kuku, që rri atje dhe nuk thot një laf. Nuk po kërkojmë lëmosh. Nuk po kërkojmë as privilegje. Po kërkojmë të mbajmë atë status që kemi pasur. Divjaka Bashki! Divjaka Bashki! Divjaka Bashki! Mendoj që të shtojmë edhe një slogan tjetër. Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Edhe ne do qëndrojmë, do rezistojmë, nuk do intimidohemi, nuk do të krajohemi, po do të vazhdojmë protestën deri në fund, deri sa të arrijmë atë që neve na takon dhe e meritojmë. Të trajtohemi me dignitet ashtu si që takon banorëve të qytetit Divjakës. Me këtë rast, dua të përshëndes të gjithë qytetarët e Divjakës që marrin pjesë në protestë. Dua të përshëndes Aurel Markon që i pari që bëri thirrje për protestë. Dua të përshëndes edhe Ilda Llorin që me pjesëmarrjen e saj, me oratorinë e saj, i kurajon banorët e Divjakës që të vazhdojnë të protestojnë. Divjaka Bashki! Divjaka Bashki! Divjaka Bashki! Këtu vendosim ne! Këtu vendosim ne! Dhe nuk do të lejojmë as Ramën, as Ballukun, as Taulan Ballën që të tallet me dignitetin e këtyre banorëve. Ju falenderoj gjithëve! Patriot, përshëndetë të dashur paqësor. Ju quajtur në agent, ju quajtur sora dhe korba, ju quajtur në ushtarë të sanitë